Te dy palët, na ke mall për ju, edhe familjarët përmallon për ne, familjen e kam këtu prind. Kryesor janë prind, që të presin me padurim janë prind. Flasum gjuhën tonë, mos ta harrojmë, edhe t'ju ndihmojmë vendin tonë. Kursimet e dytë, kursimet tonë na vinë Kosovë. Na e bojmë me zemër për sa janë falënderues, s'na intereson më shumë. Na e bojmë me zemër për vendin tonë, për njerëzit tonë. Ku na vini? Prej Prizrenit. A jetoni Prizren apo jo? Jo, jem prej jashtit, prej Zvicrës. Prej Zvicrës. Po. Keni anë Kosovë të sa? Që 3 ditë kemi orë. Ç'po kaloni, janë dy kënaqë. Mirë shumë. E keni dikon këtu në Kosovë? E kem shtëpinë tonë. A shtëpi tonë familjar, a keni njerëz? Familjar po, A do zakonisht. të sa më gon Kosova? Shumë. Çka u merr malli më shumë ti? Më shumë për vendin tonë, për njerëzit, për familjarët, për krejt. Apo respekton diaspora që shën respektu më herët e konkret? Po, përgjithësi po. Përgjithësi. Po. A respekton ama shumë na juve, a ju neve, kur vini atje? Te dy palët. Te dy palët, na ke mall për ju, ndërsa edhe familjarët përmallon për ne, familjen e kam këtu prind. Kryesor janë prind, që të presin me padurim janë prind. Prind janë pasatën sush Po, pas njerë. po. Që sa vite jeni në Zvicër? Që në Zvicër që 21 vjet janë. 21 vjet. A do të kati kuadrimin sa ki pas vështirë fillimet? Fillimi ka qenë shumë i vështirë, probleme kanë gjuhën se kem një gjuhën, tash normal. Edhe pse në Zvicër jem që 6 vjet, po prej Slovenisë. Unë që 21 vjet jetoj në Gorbet, që 6 vjet jam në Zvicër. 15 vjet kom jetu në Sloveni. 15 vjet, a ma mirë Zvicra a Slovenia? A se dihet kush është ma mirë, a? Jo, ma mirë Sloveni. Për me jetu, ma mirë Sloveni, po kushtet më të mirë jemi orë në Zvicër. Për mua Slovenia ma mirë, se gjuhën e kam përvecu me shumë atje. E qështu. A punoni në Zvicër? Po, punoj. Punoj në fabrikë, kështu, si thjesht. Po që punoni? Po. Se është vështirë, nëse dy vetë nuk punojnë, është vështirë me jadar. A me një rogë është pak problem, me 2 rroga normal, ja del. A më dërgon kursimtarët ma shumë kusini, ju apo bashorti? Në keni ma shumë? Na flasëm femnat jemi ma shumë, hargjojmë ama të tonat si shohëm. Të burri kem qef pak me vëzhurëm, për ndryshe po. Po, kursimet e dytë, kursimet tona vinë Kosovë. Kosovë? Po. Keni bestu diçka këtu? Po, shpinë e kem ndërtu. Po, njerëzit që kanë pas familja juaj nevojë, keni ndihmuar, keni dalë ndim, kështu? Po, përgjithësi ju dalim gjithve. Sa janë përgjithësi falenderus njerëz për ndihmën që e bën ju, mërgata? Na e bojmë me zemër për sa janë falënderues, s'na intereson më shumë. Na e bojmë me zemër për vendin tonë, për njerëzit tonë. Që ka mësu kërë rrugtimi gurbetit ty? Më ka mësu shumë sene. Më ka mësu pikspari që shmu konë mallin. Qështu? A e ndi e vetë mund e huaj në vend ku jetash? Fillimet kanë qenë të vështira, tash jo, tash normal jemi adaptuar atje. Jemi adaptuar me rrethën, unë kam familjen, tash fëmija, domethënë kam bërë rrethën tem atje. Do të thonë një mesazh gjithë diasporës, kudo që janë, çfarë kështu thon, sidomos gjinisë femërore krave. Flasum gjuhën tonë, mos ta harrojmë, edhe t'ju ndihmojmë vendin tonë. Kjo është mesazhi im. Urojmë atë mira, faleminderit shumë për kohën, për shimet të këndshme. Faleminderit shumë, respekt.